Fjala sot. Ungjilli. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder nga shërbesa Fjala sot. A keni menduar ndonjëherë çfarë kuptimi të thellë ka fjala ungjill? Përse kjo fjalë që shpesh përmendet në predikime dhe mësime është më shumë se thjesht një term i zakonshëm fetar? Shumë herë mendojmë se të gjithë e kuptojnë domethënien e saj, por realiteti është se shpesh ajo keq kuptohet ose reduktohet në ide të paplota. Ajo që është më e rëndësishme, ungjilli është thelbi i shpresës dhe i shpëtimit tonë. Le të depërtojmë më thellë sot në kuptimin e tij të vërtet, duke kuptuar jo vetëm atë që është, por dhe atë që nuk është ungjill. Kjo është një ftesë për të zbuluar thelbin e lajmërimit hyjnor dhe për të jetuar të vërtetën e tij në jetën tonë të përditshme. Bashkohuni me ne ndërsa zbulojmë çfarë bën ungjillin lajmin më të mirë që kemi dëgjuar ndonjëherë dhe si mund ta ndajmë këtë mesazh të fuqishëm me të tjerët për të ndikuar zemrat dhe jetët e tyre. Si predikues dhe mësues, shpeshherë përdorim fjalë teologjike që ka nevojë për shpjegim. Ndaj, sot kam vendosur të kaloj pak kohë duke shpjeguar një fjalë që e përdorim shpesh. Dhe kjo është fjala ungjill. Ne mendojmë se të gjithë e dinë kuptimin e kësaj fjale e nuk i japim shumë rëndësi shpjegimit të saj. Kështu kam dëshirë ta shpjegoj atë me detaje që të gjithë ta kuptojnë saktësisht se çfarë është dhe çfarë nuk është ungjilli. E ka disa që pretendojnë se po ndajnë fjalën e Perëndis, ungjillin, por në fakt nuk po e bëjnë këtë gjë. Kështu, mënyra më e mirë për të filluar është të sqarojmë se çfarë nuk është ungjilli. Kisha e hershme e krishterë ka shkruar, ka bërë deklarata të rëndësishme, si për shembull deklaratën e apostujve, e cila shpjegon mësimet kryesore që apostujt i përcollën kishës së parë rreth vitit 350 pas Krishtit. Një tjetër dokument i rëndësishëm është deklarata niçeane, e cila u hartua në qytetin e Niçes. Kjo deklarat, ashtu si dhe 3 deklaratat ekumenike, flet për Trinin e Shenjtë, sepse kjo është ndoshta një nga herezitë më të mëdha. Kundërshtuesit më të mëdhenj të besimit krishterë ishin ata që thonin se Jezu Krishti nuk është Perëndi i vërtet. Sigurisht, krishterët besojnë se Jezu Krishti është Perëndi i vërtet, sa i është njeri i vërtet, se gjithmonë ka qenë Perëndi i vërtet dhe sa i veshi natyrën njerëzore, kur erdhi në tokë, i lindur nga Virgjëresha Mari, me qëllim që të vuante dhe të vdiste për njerëzimin, për të qenë shpëtimtari ynë. Kështu, deklaratat e kishës flasin gjithmonë për Perëndin Atë, Perëndin Bir dhe Perëndin Frymë e Shenjtë. Le të kalojmë tani tek ajo që nuk është një deklarat dhe çfarë nuk është ungjilli. Çdo mësim që thotë se Perëndia nuk e ka problem se çfarë besoni ju, për sa kohë që ju e besoni atë me sinqeritet, është një mësim i pasakt dhe një fe e rrem. Ky nuk është ungjilli. Perëndia nuk thotë bëni çfarë të doni, mjafton që ta besoni me zemër dhe unë do ta pranoj. Jo, Perëndia nuk e thotë këtë. Ky nuk është ungjilli. Ja dhe një gjë tjetër që nuk është ungjilli. Ndonjëherë dikush mund t'ju thotë: unë besoj në ungjillin gjithëpërfshirës. Ajo që ata duan të thonë me këtë është se Perëndia në një farë mënyre do të anashkalojë çdo lloj mëkati, si për shembull homoseksualitetin, tradhtit bashkëshortore etj. Ata besojnë se Perëndia do t'i anashkalojë këto mëkate, se nuk do t'i marrë seriozisht dhe në fund do t'i shpëtojë të gjithë, sepse ai nuk beson tek ndëshkimi i dikujt, madje thonë se ferri nuk ekziston. Këta që mësojnë këto gjëra nuk po ju mësojnë ungjillin. Kjo nuk është ajo që Bibla thot, fjala e tij. Bibla thot se ekziston ferri. Bibla thot se Perëndia është një Perëndi i drejtë dhe se ai do të sjellë gjykimin ndaj të gjithë atyre që nuk i binden vullnetit të tij të shenjtë, pra që nuk duan të bëjnë atë që atij i pëlqen. Ferri ekziston dhe do të ketë një gjykim.
Dhe kushdo që predikon ndryshe dhe thot se kjo nuk është e vërtet, po ju mashtron dhe nuk po ju mëson ungjillin. Këto ishin dy shembuj shumë të qartë të gjërave që njerëzit quajnë ungjill, por që nuk është. Do me thënë, se nuk ka në rëndësi se çfarë beson, dhe se ai do të anashkaloj çdo lloj mëkati dhe në fund do t'i shpëtojë të gjithë. Ky nuk është ungjilli. Le të kalojmë tani tek ajo se çfarë është e rëndësishme. Çfarë është ungjilli? Fjala ungjill do të thotë lajm i mirë. E cili është ky lajm i mirë? I gjithë mësimi themelor i lajmit të mirë është se ne si njerëz në natyrën tonë njerëzore jemi të rënë në mëkat, për shkak të rënies së Adamit dhe Evës, nga cilët ne vijmë. Perëndia i krijoi ata të përsosur, por ata nuk ishin të kënaqur dhe djalli i tundoi. Djalli kishte rënë dhe ishte rebeluar kundër Perëndisë, duke u larguar nga qielli sepse Perëndia e dëboi, e disa ëngjëj mbi të cilët ai kishte ndikuar, shkuan me të dhe kështu influencuan edhe mbi Adamin dhe Evën që ata të rebeloheshin kundër Perëndisë. Ai u kishte thënë se si duhet të jetonin, çfarë duhet bënin, por ata nuk u bindën. Kjo ishte pasojë e natyrës mëkatare, e natyrës rebele, e dëshirës për t'u bërë si Perëndia. Lewis ka shkruar për këtë në veprat e tij. E me qëra fjala, Lewis është një autor i mrekullueshëm i krishterë nga Britania e Madhe. Dy nga veprat e tij më të rëndësishme janë Thjesht Krishtrim dhe Letrat e Hirziut. Ai thekson se mëkatet më bazike janë krenaria dhe rebelimi. Ne bëhemi krenar kur e dim vullnetin e Perëndisë, dëshirën e tij, por vendosim të rebelohemi, duke bërë atë që duam vetë, në vend që të bëjmë atë që ai dëshiron. Këtë rebelim Bibla e quan mëkat ose shkelje mosbindje. Dhe ky mëkat na ndan nga Perëndia. Tani, ne nuk jemi në gjendje ta korrigjojmë, ta përmirësojmë veten tonë. Ne nuk mund të bëjmë asgjë. Nuk mund të fitojmë asgjë. Në asnjë mënyrë nuk mund të meritojmë asgjë, pikërisht nga që kemi këtë natyrë mëkatare dhe që e mbush jetën tonë. Ne jemi të ndarë prej tij. Dhe kjo është me të vërtetë një situatë e pa shpresë dhe e dëshpëruar, po të mos kishim lajmin e mirë, ungjillin. Perëndia dërgoi birin e tij Jezu Krishtin, që vetë ai personalisht ta shpallte këtë lajm të mirë, që thotë se ka falje, ka shpëtim, ka shpresë dhe ka një shpëtimtar. Ai e kishte shpallur këtë lajm për gjatë gjithë dhjetës së vjetër përmes profetëve. Ju e dini se besimi i njerëzve të dhjetës së vjetër se Jezusi do të vinte, i shpëtoi ata, po aq fuqishëm sa dhe ne që jemi në dhjetën e re, pra pas Krishtit, dhe besojmë se ai erdhi. Nuk ka ndryshim midis atyre që jetonin në dhjetën e vjetër dhe besonin se Jezusi do të vinte, dhe neve sot që jetojmë në dhjetën e re dhe besojmë se Jezusi ka ardhur, dhe ai është shpëtimtari ynë. Edhe ata, edhe ne, besojmë se Jezusi është ai që shpëton, Mesia, i premtuari, dhe se përmes tij Perëndia na ka dhënë dhuratën e shpëtimit. Kështu, në vend të dëshpërimit, në vend të depresionit, në vend që të themi nuk mund të bëjmë asgjë, nuk kam shpresë, jam i humbur, Perëndia vjen dhe na jep lajmin e mirë, ungjillin dhe thot: ka shpresë për ju, sepse unë dërgova birin tim të bënte për ju atë që ju nuk mund ta bënit për veten tuaj. Ai e ka fituar faljen tuaj. Ai e ka fituar restaurimin tuaj në përsosmëri, duke larguar mëkatin tuaj dhe duke ju larë në gjakun e tij. Ky është ungjilli, ky është lajmi i mirë. Ai na bashkon të gjithëve në bashkësi, në grupe me njerëz të Perëndisë, ku ne mund të lutemi së bashku, mund të adhurojmë së bashku, mund të dëgjojmë fjalën e tij të shpallur, ndërsa rritemi dhe piqemi në besimin ton. Përmes fuqisë së frymës së shenjtë, ai na jep dëshirën për të sjellë njerëz të tjerë në shpëtim, duke ndarë me ta lajmin e mirë që edhe ne kemi marrë. Unë them se mund ta krahasojmë këtë me dikë që lyp, që është i uritur për shembull, dhe Perëndia i jep atij një vakt. Tani, ne do të shkojmë tek lypsit e tjerë e do t'u themi: eja me mua të tregoj se ku mund të hash një vakt të mirë, se ku mund të gjesh shpresë, ku mund ta gjesh të vërtetën, e mbi gjitha,
se ku mund të gjesh faljen, shpëtimin dhe jetën e përjetshme. Një nga mënyrat për të kuptuar nëse jeni duke dëgjuar ungjillin e vërtet apo jo, është të pyesni veten: apo drejtohem në pendes, ai që po më flet, apo më çon tek Jezusi për të marrë faljen e tij për të cilën kam nevojë? Nëse nuk jeni gati ta thoni këtë, atëherë nuk jeni të Krishtit. Ata që po ju flasin nuk janë të Krishtit. Dhe nëse jeni duke i dëshmuar dikujt dhe ai nuk është gati ta thotë këtë, atëherë ai nuk është i Krishtit, nuk është kthyer ende dhe nuk është një fëmijë i Perëndis. Unë mendoj se ky është rregulli numër 1 që shërben si provë. Për të qenë të krishterë ju duhet të thoni: Perëndi, më fal, më ndihmo. Unë nuk mund ta ndihmoj veten time. Unë e di se ti dërgove birin tënd, Jezusin, për të qenë shpëtimtari im. Në emër të Jezusit, në emrin e tij atë, eja dhe më bëj ndjekës të Jezusit. Bëhu Zoti im, unë dua të jem fëmia yt. Dhe pastaj, sapo të ketë ndodhur kjo, pra ky pendim dhe ky kthim, ne fillojmë të rritemi, fillojmë të piqemi. Ne presim me padurim, jo vetëm shpëtimin ton, fizik pra, por edhe ata të njerëzve të cilëve u dëshmojmë dhe me të cilët ndajmë këtë lajm të mirë, këtë ungjill, që edhe ata të kenë faljen dhe jetën e përjetshme. Ky është ungjilli vërtet. Ndaj, bëni kujdes kur djalli përpiqet të holloj pak me ujë ungjillin, apo ta ndryshoj atë në ndonjë mënyrë, ta ëmbëlsoj. Shkrimi na paralajmëron për këtë. Kini një vesh dallues, që të mos filloni të ndiqni mësimet e rreme dhe të largoheni nga e vërteta. Qëndroni fort në atë që fjala e shenjtë e Perëndis thotë. Qëndroni fort në atë që deklaratat e krishtera kanë thënë për shekuj me radhë, sepse ato janë shkruar duke u bazuar në fjalën e Perëndis, tek mësimet e Jezusit dhe tek kisha e hershme apostullore. Qëndroni fort tek ungjilli i vërtet dhe do ta dini se po dëgjoni të vërtetën dhe se keni sigurinë e shpëtimit. Ndërsa përfundojmë këtë udhëtim në kuptimin e ungjillit, le të ndalemi dhe të reflektojmë mbi rëndësinë e tij në jetën tonë. Ungjilli nuk është vetëm një fjalë apo një koncept teologjik. Ai është forca që transformon zemrat, ringjall shpresën dhe na bashkon me qëllimin më të madh, marrëdhënien tonë me Perëndin. Lajmi i mirë që Jezusi erdhi për të shpëtuar dhe për të dhënë jetë përjetshme është dhurata më e madhe që mund të pranojmë. Nuk është vetëm për ne, por për ta ndarë me botën që ka kaq shumë nevojë për të. Ndaj le të angazhohemi që ta ruajmë ungjillin e vërtet, ta jetojmë atë çdo ditë dhe ta ndajmë me të tjerët, duke treguar me fjalë dhe me vepra lajmin e shpresës dhe shpëtimit që vetëm Krishti mund të ofrojë. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Ju ftojmë të na ndiqni sërish javën tjetër për të zbuluar të tjera mësime të fuqishme nga Bibla. Deri atëherë, mbani mend, ungjilli është forca që transformon zemrat dhe ringjall shpresën.